Në fshatin Vogov të komunës së Gjakovës, si vjet nuk do të ketë stolisje me drita të Krishtlindjes së vitit të ri. Banorët e fshatit nuk pranuan të flasin para kamerave për sipas tyre një nga arsyet kryesore është mungesa e të rinjve në fshat, pasi shumica jetojnë jashtë vendit dhe nuk kanë mundësi të kontribuojnë ose të marrin pjesë në përgatitje si dikur. Banorët na thanë se këtë vit ka munguar vullneti për organizim, ndryshe nga vitet e kaluara kur i gjithë fshati ishte i mbushur me drita dhe i stolisur për mrekulli. Megjithatë, Vogova ndër vite është njohur si një nga fshatrat më të zbukuruar me drita të Krishtlindjes e vitit të ri, duke krijuar atmosferë të jashtëzakonshme gjatë festave nga Krishtlindja e deri në vitin e ri. Fshati ka pritur çdo vit vizitorë nga e gjithë Kosova, ndërsa për vendosjen e dritave kanë kontribuar banorët e të dy bashkësive fetare, katolik dhe musliman, duke kthyer stolisjen në një traditë të përbashkët.